Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kam bëra me fëmijë në moshën 60 vjeçare dhe kam frikë nga e ardhmja. Jam bërë nën në moshën 60 vjeçare. Vetëm kur e them këtë fjali më dridhen duart. Jo nga turpi, por nga pesha e saj, nga frika që mbart, nga dashuria që më shpërthe në krahëror sa herë shikoj fëmijën tim duke fjetur. Kur e mora për herë të parë në krah, nuk mendova për moshën time. Nuk mendova për thinjat, për rrudhat, për vitet që kisha lënë pas. Mendova vetëm, ja ku jem më në fund. Por frika erdhi më vonë, si një hije që nuk të lë vetëm. Gjithë jetën time kam pritur kohën e dur, njeriun e duhur, stabilitetin, sigurin. Kam humbur shtatzani, kam humbur shpresa, kam humbur besimin se trupi im do të më dhuronte ndonjëherë këtë mrekulli. Kur mjekët më thoshnin që është vonë, unë buzëqeshja, por brenda thahesha nga pak. Pastaj, kur pothuajse isha pajtuar me jetën pa fëmijë, ndodhi e papritura. Kur mora vesh që isha 7 zënj, qesha dhe qava njëkohësisht. Nuk i thash me njëherë njerëzve, kisha frikë nga reagimet, dhe ato erdhën si qiprisja. Je shumë e madhe, po kur të rritet fëmia, po si kur të mos ja dalësh? Askush nuk më pyeti sa shumë e doja këtë fëmijë. Askush nuk më pyeti sa net kisha kaluar duke u lutur për të. Tani që jam nën, frika ime më e madhe nuk është lodhja. As dhimbja e shpinës, as netët pa gjumë. Frika ime është e ardhmja. E shikoj fëmijën tim duke qeshur dhe mendoj, a do të jem aty kur të bjerë për herë të parë? Kur të shkoj në shkollë? Kur të më thëras mami me zë të fortë? Ka momente që më kap paniku. Kur kollitem dhe mendoj më të keqen, kur lodhem më shpejt se dikur, kur shoh nënat e reja dhe ndjej një thik të vogël xhelozie. Jo për rinin e tyre, por për vitet që kam përpara. Pastaj shtrëngoj fëmijën tim dhe i dëgjoj frymarrjen. I flas në heshtje, i them që mund të mos jem nëna më re, por jam nëna më e përgatitur. Kam durim, kam qetësi, kam kaluar stuhi që më kanë mësuar të mos trëmbem nga era. I them që dashuria ime nuk matet me vite, por me thellësi. Po gjithsesi kam frikë. Kam frikë se mos nuk jam mjaftueshëm gjatë. Kam frikë nga dita kur ai do të më shohë si 9 vjetër dhe jo si heroin. Kam frikë nga pyetjet që ende nuk i ka bërë. Por kam edhe diçka tjetër. Kam vendosmëri. Do të kujdesem për veten time si kurrë më parë. Do të jetoj jo vetëm për mua, por edhe për të. Do lë kujtime, fjalë, letra, përqafime që zgjasin edhe kur unë mos t'i e më. Duaj që një ditë, nëse jeta na ndan më herët se sa unë do të doja, ai të thotë, nëna ime më deshi pa kushte. Sepse kjo është e vetmja gjë që i premtoj me shumë siguri. Unë jam nën në moshën 60 vjeçare, jam e frikësuar, jam e lodhur, por pafundësisht mirënjohëse. Dhe çdo mëngjes që zgjohem dhe e shoh, e di që pavarësisht gjithçkaje, kjo ishte mrekullia ime, dhe mrekullit nuk pyesin për moshë, nuk pyesin për numër, nuk pyesin për asgjë përveç dashurisë.